E rëndësishme është të sillen me klasë dhe me sharm. Unë them që klasi është performanca e trurit që e kushtozon sjelljen. Pra, nuk mund të jetë një veshje klas, përveç se asaj që ti arrin që të shfaqesh, që ta perceptosh edhe ta përcjellësh të tjerët. Sepse ti mund të veshësh një frak, po themon ose një fustan shumë elegant të marrësh dorë në xhepa, por që s'ka logjik. Ose pra, mënyra se si ne sillem, mënyra se si ne orientohemi që të vishemi, unë besoj që përbën edhe atë pjesë të dignitetit tonë, ose personalitetit që ne kërkojmë që të shfaqim të tjerët, ose dhe vendin ku shkojmë ta përfaqësojmë, apo vend, domethënë, kjo është ajo qëllimi që ka veshja edhe njerëzit që vishen bukur, njerëz që kanë imagjinar, ka fantazi, kanë poezi. Akoma asnjëri përgjigje nga a duhet të harxojmë kaq shumë lekë për veshje? Unë po pres. Duhet të harxojmë lekë. Sepse veshja është një gjë që ndryshon shpesh. Është një gjë që nuk mësohet. Pra unë pas kam kuptuar këtë. Nuk është veshja fare, edhe një palë pijama një femër me klasën e tregon. Ka femra që një bulgare që vishen me kostumet më me klasë të mundshme dhe pra vulgaritetin e Mojsuele dashur nuk kanë bukë të hanë, kanë çantën dorë 12.000 euro tani, lutem tani. Ç'është ky kontrast? Po ç'është ky kontrast tani? Dëgjova shokun tim që sa ishte lidhur tha, ja bleva çantën 12.000 euro. Po pse ja bleve? Po sepse kështu është trendi, kështu është mosh, është moda. Nëse këta janë njerëz të udhëhequr drejt gjërave materiale. Ka gra që janë pa botë shpirtërore, pa si gjë. Ajo nuk harxhon për të shkuar në teatr ose për të shkuar në një opera. Ajo harxhon tek ajo çanta, e kujtosa çanta aty. Nuk është vetëm, është dhe fakti i mungesës edhe fakti i traditave familjare, boshllëkut që i kanë lënë, mund të jenë problemet infantilitetit, të të shkuarës vetë, që në momentin që kapet pak, thotë unë tani dua ta kem sa Altin.